Nuri Ogarina, u kthejmë në studio për të vazhduar me pjesën e dytë e emisionit. Do ndalemi tek një intervistë shumë simpatike, e përmenda edhe në fillim të emisionit që kam kënaqësinë që sot do i kem dy motra, të cilat mbi gjitha mirën me artin, ani pse kanë fusha të ndona. Kam kënaqësinë që bashkë me mua është Elikona, soprano e njohur, cilën e kemi pas edhe më herët pjesë e #Gjesit me angazhimet shumë të aq më shumë kur bëhet fjalë për korin Ogarina. Mirëmëngjes Elikona. Mirëmëngjes dashur. Faleminderit për ftesën. Për dallim nga herët tjera, Elikona së na ka sjellë edhe motrën, Jelinën, nuk e di se sa ju bjen me qenë bashkë në studio. Mirëmëngjes Jelina. Mirëmëngjes, faleminderit. Është klasit ju kemi sot së bashku. Hera e dytë. Hera e dytë. Bjen me qenë bashkë. Okej, do të thonë që keni mësu pak. Po, jemi mësu. Okej, këshim njës nështë fillimisht me koncertin e mremshme, me qenë se djekëm edhe një pjesë të performancës së korit Ogarina, ka ata shumë vite që mirësh intensivisht, sidomos me fëmijë të tillë, cilët ti i ke paka shumë si me qenë fëmijët tu. Si shkoj gjithçka mbrëm, me qenë se ishte një koncert i përmasave goxha të mëdha. Një koncert me i përmasave të mëdha dhe shumë e kanë komentuar që ka qenë mbrëmje kështu magjike, shumë e bukur, fatmirësisht na mori edhe koha e mirë, edhe gjithë janë ndjetë ama si një natë verore shumë e bukur, kështu që me një repertuar shumë të veçantë të krimtarisë kompozitorit të ndjellë Musa Piperku, i cili me të vërtet ka lënë një trashëgimi kulturore të cilën ne sot ende vazhdojmë këndojmë këngët që ai la. Fëmijët shumë mirë kanë prit atë kolazh nga dy këngët të Musa Piperkut që vetë vërtet ishin nostalgji edhe për gjithë publikun. Ajo kënga Fidani, e cila ka qenë veç pjesë e kolona zanore serialit të mëparshëm, kur i ktheu në kohë edhe gjeneratat e vjetra, kur se kanë prit që do të këndohet ajo këngë në skenë, ata të gjithë, më thonë, reagime e tyre, publiku e kanë pas, wow, kjo këngë, wow, i ka kthy në kohë shumë gjenerata. Pastaj edhe grupit i Rida, e cila këngë ka qenë fituese Okarinës së Artë në të kaluarën, ajo rikthy mbrëm prej korit të fëmijëve Okarina, megjithatë dy këngë kolazh të miksuara në një formë shumë profesionale nga Edon Ramadani, orkestrim shumë i veçantë, edhe sigurisht edhe Edon Ramadani udhëheqi orkestrën me një energji të jashtëzakonshme. Kishim një përparësi që ishim të dytë, unë përpara fëmijëve dhe ai orkestrën dhe bëm bashkë forcën që dalim edhe më bukur. Ishte me të vërtet një koncert që më mbajt mend, kishte artist të spikatur të skenës muzikore shqiptare, andaj ky koncert do të mbahet mend gjatë tek gjitha audienca. Fëmijët me të vërtet nuk do të harrojnë se ishin aq energjik, aq bukur, më thonë, i rrezatoi ke fytyra secilit fëmijë, edhe unë jam dje shumë e sigur, shumë mirë, shumë energjike, kratë përballë tyre, se e dija çfarë pune kemi bë për më u paraqitur në mënyrë të tillë, por megjithatë bukuria e muzikës të shton edhe më shumë energjinë. Elikona është një prej koncerteve të shumta që kem bajt, po padyshim për dirisani po ndishnin performancën e fëmijëve, the sa shumë janë rrit. Janë si fëmijë tu, ata rritën me ty do të thotë vazhdon rrugtimin me ta, edhe si është kjo, me përcjell gjenerata dhe me i pa duke u rritë edhe duke i pa edhe sukseset e tyre, një bashkë me sukseset e tyre edhe sukseset tua. Nuk i di ndonjëherë edhe me përshkruaj çfarë kënaqësie është, kur i shef, ajo xhirimi ishte para një viti e gjysmë, nuk besova kaq shpejt që ka shku kaq kohë, por fytyrat e tyre tash i dallon për një vit e gjysmë rritjen e tyre edhe profesionale, por rritjen mbi gjitha për shkak të moshës, edhe vetëm kënaqesh me sukseset e tyre, qysh ata janë në një rrugë të drejtë, edhe nëse dojmë me ndjek artin janë në një rrugë të drejtë, por megjithatë është mirë kur merren fëmijët me aktivitete të tilla, siç në një moment i kthen në kohë dhe ata para një viti e gjysmë ta shohin veten se si kanë qenë, ku kanë arrit, progresin e tyre çdo herë, por unë me të vërtetë ndjem shumë mirë kur jam pjesë e historisë jetës së tyre. Ata një ditë do të bëhen dikush në jetë dhe do ta kujtojnë këtë moment për gjithë jetën. Jeni dy motra cilat i keni nis rrugtimin në art, mirë po Jelina ka vendosur me ndryshu pak rrugtim. Jelinën e kemi kostumografe edhe Skenografe, okej, së në skenohet pak të ne kam ashtu, gjithsesi lidhet me teatrin. Ne kërë kemi përfundu fakultetin ka qenë edhe kostumografia
përfshime, po ne kom gjetë vetën ma shumë në skenografi, kështu që kostumet i kam qaf, po jo qatë sa skenografin. S'kam problem. Po që se lidhen me teatrin edhe me artin, si vendose me hy në këtë botën e artit, a këtë qene ndiku me Elikona, apo thjesht e ke zgjedhë vetë rrugtimin edhe e ke ditë që nga fillimi, se me qka do me vazhdu rrugëtimin? Fillim fakt ka qenë goxha e vështirë me vendos, mas shkollës mesme, po tu rrethu prej krejt familjes që janë marrë me art, tu nisë prej babit, jena jemi rritë krejt në teatr, minin që aty e kemi kalu krejt, edhe vlo pas taj tu marrë me film, motra me muzik, krejt, të me thona ka shku jeta, fëminia në teatr, në kinema, edhe unë si fëmijë kom pas qef gjithmonë me pa vendet, ku do që kom shku me analizu hapsirat, që shi kanë dekoru, që shi kanë regullu, më ka pëlqy gjithmonë, edhe mandej babi tha, se thas, masi veç jenë që të rrugë, pëse s'po vazhdojnë, edhe tha, ki me kom me bashkëpunu, krejt familja jemi në qatë rrugë, edhe pse jo mandej e gjeta vetën, po gjatë qati rrugtimi, kom fillu edhe arkitekturën mandej, edhe paralelisht të dyjat, edhe skenografinë edhe arkitekturën, edhe mendoj që e kompletonjë nga tjetërën shumë mirë, edhe tani kom pas edhe raste me punu në teatr edhe në film, me i pa të dyjat ku po më flenë zamra më shumë. Është një ndihmë edhe për në Elikonën, kjo pjesa e skenografisë është shumë e nënsishme në çdo panaqitje dhe në çdo pjesë medium, në çdo koncert, në çdo performancë. Keni pas rasti me bashkëpunu së bashku, i ke dhënë ndihmë motrës? Po, patjetër, edhe kjo mua dhe unë kësaj përvojën, ka ra me bo dhe në koncertet Elikonës shumë shpesh. Aty i kom pas hapat e parë, mandej në ka ra me bashkëpunu në dy shfaqje operistike, po, të operës Kosovës, ku të parën motra Elikona ka qenë regjisorja e asaj vepre, edhe aty dhe më thonë kom qenë set dekoratere ma shumë, po ka qenë fillim i mirë. Mandej të goca ka qanikut, aty ka qenë eksperienca ta më qërtuat që e kemi pas bashkë, ku e kemi nisë. Po si është si punë? Si profesion? Unë është goxha i lodhshëm se nuk ka orar, është ndërsta një periud që ki shumë punë edhe mandej s'ka heq as pak. Po ajo procesi i punës ndërsta është pak i gjatë, dhe 12 orë ndë njëherë pak ma shumë, po kur përfundon e harron krejt lodhjen edhe e shë rezultatin mandej edhe bukra saj është që çdo herë është ndryshe. Nuk është as pak monotone. Çdo projekt është ndryshe për tjetrit, ki eksperiencë të re me njerëz të ri, takon çdo herë prej fushave të ndryshme. Mu s'ma ka marrë mendja kur që ka me mra me punu me muzikanta, po që në operë aty kemi punu edhe jo marrë me skenografi, po edhe kom bo shoqni të re edhe kujtime plot. Po. Të Elikona e keni instruktimin shumë sa vite të bënë tashmë në skenë? Shumë vite, prej shkollës mesme, dhe më thonë kër e marrë parasysh që po mba 25 vite, nga përfundimi i shkollës mesme, i bjen gati 30 vite po i mbaroj me shkollën e mesme, vetëm me fushën e muzikës, andaj 30 vite nuk janë pak, janë aqë shumë të shërby me ditë qka do të me vazhdo dhe një etap tjetër të karierës, se si me u përqëndru edhe si me i dhonë edhe ma shumë formë, me një farë formë me rikapitulua, po, gjithë këtë punë, këto shumë vjeqare. Por me korin e fëmive, Okarina ka 11 vite, të mbushëm 11 vite në mars, edhe është një punë kogja voluminoze, me thonë, se për to 11 vite në fakt kemi pas shumë eksperiencat veçanta, por mu më kanë dhonë edhe një forcë të madhe në aspektin gjithmonë me qenë kreatyre, gjithmonë e përgatitur edhe ato që ka du me punu, por edhe këndej edhe më kanë forcu edhe në aspektin edhe profesional dhe solistik. Nuk është lehtë me qenë edhe soliste me po punën kur ke koncerte individuale, po një kosisht edhe kur ke me Filharmoninë e Kosovës, se unë jam pjesë e Filharmonisë Kosovës.
edhe andaj angazhimin, po këndej me fëmijët, andaj gjithë to me nda vetën në 3 pjesë, as pak nuk është e lehtë, pastaj kur ndodhe që edhe me operën, kur bashkëpunu me Irinën, ai ishte sopa pjesa 4 edhe me thonë kështu se me dëshirën më të madhe që ta Irina jemi rritë me teatrin, unë ndoshta lojën e kam dalë në gjysëm lagje, kam shku me përcjell shfaqje në teatr në Dodon, se atëherë e kishim vetëm Dodonën si port kur ne shifshim shfaqjet artistike, edhe unë thjesht jam prej vogëlisë më ka interesu teatri, edhe muzikën e kam marrë krejtësisht për shkak të teatrit, në shkollën mesme jam drejtu, andej ka anu ma shumë muzika edhe kam vazhdu, por që nuk e kam lënë teatrin diçka me vetëm kështu anash. Edhe mora për master regjinë e teatrit, andaj kjo më ndihmoi edhe për me ma përsipër edhe shfaqjen operistike të parën që e bona regjinë. Me studentët e Akademisë Arteve ka qenë një bashkëpunim me Operën e Kosovës, ku ja kanë besu shfaqjen që të punohet me student, ata të ngritën skenat më të vogla, më të mëdha, pastaj që vjen radhëzi, por që ka qenë një eksperiencë shumë e veçantë për mua. Ta kem barën e realizimit të regjisë të operës Lo Speciale, me këtë rast s'po shko dhe Irina, ka kemi qenë një ekip shumë i mirë, andaj gjithë ta që kanë ndiku që kjo shfaqjeve që e bukur, ka hap rrugë edhe mandej edhe për shfaqjen Goca Kaçanikut, ku regjisori Nikolin Guraku që ka pa punën time me studentët që kam punu dhe ka besu që mund t'jem asistentja ati në këtë projekt madh. Kjo shfaqje me të vërtet ka pas ndikimin e vetë edhe në kushtet cilat ne nuk kemi sallë të duhur ku me shfaqje një ngjarje operistike, sepse ndihet sa komplekse është opera, dhe ne jemi mundu maksimalisht t'ja dalim me ato kushte në sallën e AMC-s, ku të improvizohet një skenë, edhe e dim na vetëm ne mbrapa skenë që kemi ditë shumë mirë vështirësitë se çka po hasim për me realizu këtë shfaqje skenikisht. Kjo ka më bukur ku ka ma bukur se 2 motra në po mu përshëndet bashk, edhe kësaj here kemi qenë të dyja mbrapa skenë. Në kam qenë pjesë brenda ose me dalë me interpretu, po kam qenë brapa skenë në detyrën e asistentës, së regjisorit, si kurse edhe Irina asistentës skenografit. Edhe kemi bo një punë në 2 anë, edhe merreshim vesh gjithë kohës se si me sjell më të mirën, gjithçka me qenë korrekt në kohë, në dalje të grupeve, sepse ka qenë një kohë i madh, ku gjithçka është dashur një koordinim i jashtëzakonshëm, koordinim i jashtëzakonshëm i skenave, ndrimit skenave. Gjithçka që të lidhet me emocionin, mos shkputët emocioni dhe gjatë ngjarjes. Po një ekip e madhe, po që shumë punëtor, me dasht shumë këtë punë edhe me qua operën në një nivel më të lartë. Kjo ka qenë dëshira e gjithë secili që kemi punu bashkë në Gocën Kaçanikut e të gjitha shfaqjet deri tani. Por që... Sa din me mbyt kjo ndërshta e vet motivin edhe dëshirën e për punë për deri sa mungojnë kushtet bazike, siç është salla dedikuar pikërisht operës edhe baletit që po flitet tash sa vite nuk ka asgjë konkrete. Kjo për artista do thotë shumë. Unë mendoj që është një shpresë, përderisa edhe në këto kushte është realizu opera, dhe është një shpresë për artistët e ri që të besojnë më shumë te Opera e Kosovës, që do të bëjnë projekte shumë bukura. Është më e kushtueshme kur s'ke një teatr, kur do të thonë gjithçka dush me improvizu në skena të tilla, kurse ke teatrit që ti mundson rekvizitën me pas edhe me lëna një vend, pastaj duhet të bartjet e rregullime gjithkohës keni që i njeh shumë këtë pjesë Irina me tregu. Është shumë e lodhshme kjo bartja ndej, po motivi tek të gjithë nuk ka mungu dhe nuk do të mungoj, sepse e shifsha te secili pyetshëm kur do të bësh shfaqja tjetër. Fati ka pas që Goca Kaçanikut ka u thudhe në Gjakovë dhe në Tiranë dhe ka qenë një motiv shtesë për gjithë artistët e rinj që të besojnë më shumë që shfaqjet duhet të vazhdojnë të jepen në këto kushte derisa bëhet shtëpia, ato që ka e meriton secili artist. Por që unë kam pa me të vërtet diçka të madhe tek të secili. Unë kam thënë që nëse do i kishim kushtet, imagjino si do të shfaqej, si do të jepe kjo shfaqje edhe më bukur, do të dukej. Edhe andaj ne po presim që
ministria të shpejtoj kryt gjithë procesin që shtëpia operës të realizohet edhe më shpejt, edhe inkurajoj gjithë artistët që e siguron që kam qenë një gjenerat që kam prit dhe gëzova pak për këto vite, atër të presin e të tjerët edhe pak se do të bëhet diçka më bukur. Ma mirë është me e pritë me u bo ma mirë, diçka bukur se sa... Diçka me ngut. Fiks. Janina, e dim se sa sfidë është në hapësina të vogla tilla, ndoshta si studio, që me qenë gjithçka në pikë dhe visi, që themi ne, po kur ke punë me koncerte tilla, me skenat cila duhet ndruan edhe vazhdimisht është edhe ajo presioni i kohës, si arrin me menaxhu veten ekipin, stresin, sikletin që mundet me t'jap, me qenë se publiku është aty edhe gjithka duhet përmundoj shumë shpejt të besoj. Ajo pjesa e ndrimeve të skenave ka qenë goxha stresuse, vërtet, po pas shumë provave dhe koordinimeve me punëtorët e skenës, mandej ndajshëm, dhe më thonë, krejt pjesë që u dashke me i ndru prej skenës, veç unë, më thonë, si koordinatora, të i caktu se cili kur çka ka me kap. Ka pas raste që është dashtë edhe pjesëtarët e korit me në ndimu, se skena ka qenë goxha ngarkume, ka pas shumë gjana në të, dhe prej presionit me mbri deri sa përfundojshin overtyrat, apo? Se i kom su edhe krejt edhe pjesë i kom su, apo? Do me thonë, pa tjetër është dashtë gjithë shka me qenë koordinim me ekipën atje jashtë, me regjisorin. Si mbulohet kjo pjesë? Me sfond, ose në fikën dritat, kur s'kes sallën, në raste normale mbyllën perdet, ndrohet skena. Po nes kishim perde, është dash me fik dritat në tërë, me ndru, dhe gjithë shka ka qenë, dhe më thonë, me koordinim, edhe me provë që është bo fix, edhe me hapa, edhe me pika ku të vendosën pjesë, dhe më thonë, krejt pjesa skenografisë, dhe me qëtësi. Ndërkash, muzika este, dhe më thonë, me orkestra. Luaj, dhe më thonë, pjesa muzikore, dhe sa u ndrojë skena. Kështu që edhe kjo pjesë është gjithmonë pjesë në bashkëpunim me regjisorin, me skenografin edhe me gjithë ekipën. Ko që ka mu flim edhe për në publikun, që më shtamis me unejt shumë edhe befasi, hapësh në drita këma, diçka tjetër. Po dhe mandej këto rekvizitat është dasht pa tjetër me qenë gjithmonë në koordinim me një tjetrin. Kemi pas disa kobure të vogla, pushka të vogla që është dasht si cilit me, sidomos solistave, pa tjetër mos me i humë se ata gjatë gjithë kohës kanë qenë me to dhe kanë qenë shumë të rëndësishme pjesë e lojës me i pas me vete edhe në një moment veç diçka nuk është doken dhe një kobure pa tjetër për telefon ku është a gjete edhe krejt në qëtësi për mos me u kuptu të publiku pa tjetër. Me thonë, ka qenë stres, pa tjetër, shumë, po mandej na bëjmë hajgare tash me këto momente se harrohen edhe se cila punë ka këtë stresin e vetë. Po duke lëna në shgjani tila, të mëdha, ndoshta kër jemi tek teatri, tek projektet jena është pak më elit, po besoj. Apo nuk dalën shumë. Tash me po, do shta në krasi me filmin, teatri mund duket ma i letë, se është procesi provave, përsëritja, edhe sa ma shumë bën prova e perfekcionon. Po në film është një periud, nëse se mund ka ra me punu në filmat gjatë, periud për një muj, ti ke pas me gjiru një film gjatë, me përfundu, edhe ndoshta me një ditë pushim veç në javë, edhe 12 orë në set, me përgaditje, skenat kanë qenë të ndryshme, nuk është që ka shku skenari me rend, skenat me rend, po ka pas këcim prej skenave në skenat tjera. Edhe ti pa tjetër gjithmonë është dasht me i qëndru besnik skenarit, me përcjell, mos po harron diçka që lidhet pastaj në skenën tjetër, që është sfidë në vetër, edhe që shumë ka ra me po, filmi është goxha ma i ranë, ma stresuse, është gjithmonë një në presion të kohës, me zonë ditën, me zonë djelin, dritën, mandej skenat e natës, me punu gjatë natës, me shfryzu krejt natën. E teatri ka atë komoditetin
pak ma shumë që e keni orar të punës, shkon prova, i përfundon provat, e i mëson renditjen e skenave që ka ke nuk ndryshon. Ndërsa në film është shumë ma shpejt edhe ka presion ma shumë. Në film ka ma shumë. me i gjetë hapësinat adekuate, me gjetë atë kondin, dritën, bjellin. Po, në film është një ekip akoma ma e madhe që punon edhe se cili e ka punën e vetë, që jemi pa tjetër gjatë gjithë kohës në bashkëpunim me një tjetrin, po ne paraprakisht duhet një muj për para me u përgadit, me i gjetë krejtë sendet, lokacionet. A kemi terene? Nëse flasim për një terene të shumëta. Bilete. Shpeshe në ankohemi që s'kemi hapësinat bukra, s'po kemi vende ku me kalu kohën. Jo, Kosova ka lokacione shumë bukra, sidomos në eksterier tepër shumë. Bile në film të vllat, kur kemi punu, ditën e fundit ka qenë edhe Likona me na ndihmu se kemi pas një ekip shumë të madhe, statista tepër shumë, edhe ajo hapësira kur kemi xhiru ka qenë në mal, edhe mu mbike me shku poshtë në sa herë, Gojani hiking, me qizme të shio deri këto, në për lloqe terenet të ndryshme, që ndikojnë me u lodhë shumë a shpejt, po mandej rezultatin kur ta she harrohet krejt. Që ajo është e mira e kësaj punë është që rezultatin fund puna ekipore mandej e mendon që ka ndodhë, ka kalu, vazhdojmë të tjetëri. Si çdo punë tjetër. Si çdo punë tjetër, po. Likona, sa është vështirë me i qëndru besnik edhe konsistent profesionit tënë, me qenë se shpesher kur flitet për muzikën edhe artin, është edhe kjo pjesa e komercializmit, përfitimet, po sa është vështirë me mbajt këtë muzikën e minfilt edhe taman tipike të artit. Të vlerave. Unë kam qëndru dhe do të vazhdoj të qëndroj, sepse nuk bëj kompromis me kërkesat që mund të vinë. Ka shumë kërkesa që mund të vinë edhe ndaj korit, ftesat të ndryshme për të këndu pjesë ndonjë këngës, t'jenë pjesë ndonjë këngës, cilën mund të ketë krejtësisht, do të thonë mund të jetë komerciale, por edhe të jetë edhe artistike njëkohësisht, tjetra, varësisht nga ftesat, po unë me një kujdes shumë të lartë mundohem edhe fëmijët i mësoj që të dinë të dallojnë të mirën nga ajo që s'duhet të pranojnë. Dhe shumë shpesh biles kur bisedoj me fëmijët, kemi pas dhe këtë ftesë nga kjo se kjo. Pse mësuese? Jo, i tham jo. Këngët e cilat nuk kanë vlerën e duhur, ne nuk do t'i punojmë, nuk do t'i pranojmë, edhe andaj kam shumë një konsiderat të lartë. Varësisht ndoshta edhe pse jam rrit në mënyrë të tillë që nuk kam dashur, jemi rrit me një muzikë shumë të pasur në shtëpi, edhe nuk ma pranon veshi, edhe nuk mundem me pranon një gjatë tillë mandej me e kalu edhe tek fëmijët. Derisa unë punoj me fëmijët, unë do të jem shumë e kujdesshme, derisa rriten ata të bëhen artist në të ardhmen, pastaj ata janë të pavarur me vendos çfarë mund të këndojnë në mënyrë individuale, por në grup unë jam përgjegjëse plotësisht dhe kam me shumë kujdes të lartë këtë pjesën se çfarë pranojmë dhe çka nuk do të pranuar. Është vështirë për sot, për artin, por mendoj që sa më shumë që t'jemi ne si muziciant, profesionist, sa ma shumë që t'jemi këmbëgulës dhe ma fanatik, muzika do të mbjetoj. Do të mbjetoj dhe do të... Jam shumë e bindur, jam ramë, është rasti konkret, një shembull tipik, kur muzika e bukur i ka mbjetu kohë, sepse Musa Piperku kalon me të vërtet muzikë bukur që sot edhe gjeneratat e reja pranojnë, andaj të mësohon edhe të punojnë mirë me kujdes edhe kompozitorët e rinë që të kenë kujdes që të lëjnë vlera melodit cilat është që këndohet, që mund të këndohet edhe mbas 20 viteve. Jo nga këto këngët të cilat për herë të parë dëgjon dhe nuk mundesh me mbajt mend me atë vi melodike, sepse vetëm në atë drejtim s'është mendu, po është mendu krejtësisht vetëm me kalu si numër, me thonë e nxora një këngë të re ose një album i ri doli. Nuk thjesht nuk dua që ta dëgjojnë këtë format fëmijët si është e pa imagjinueshme edhe për anën time. Andaj me një kujdes të shtuar do të jem gjithmonë një kujdestare, ta them kështu, një fanatike e madhe e të ruajtjes vlerave të mirëfillta në muzikë. Kështu që mund të jem edhe mos të pranohem, ndoshta me qëndrimet e mia,
por unë kam vendosë të eci kështu. Me qëndru stoike. Po, fiks. Si është me punu me fëmijët? Ne e dim, shpesher kemi edhe pjesë e emisionit që janë shumë spontan, nga janë të jetën e gjek, dinamik, kur ke ndoshta të bësh me ta një format tjetër, si që është pjesa arsimone, ndoshta edhe edukative, si që ke edhe të anim pse në muzik, mundet me qenë pak edhe mos sfiduse, po besoj. Vetë arti është i lirë, një mënyrë forme, shprehje së lirë, por ndonjëherë në korë duhet në një disiplinë, jo ndonjëherë, në fakt, veç disiplina din me që për para punën në korë, unë i thëmë që ata fëmijë janë me të vërtet shumë energjik. Janë tamam artistat e rritë Kosovës, sepse prej e dalloj tek secili ato që i buron ajo energjia e mirë, pasioni, arti, edhe unë du t'i kanalizoj, t'i drejtojnë këtë në formën që të kenë disiplinë në punë, se vetëm ato kanë me arrit me e zbërthy punën edhe me nxjerrë në pa suksesin, andaj du t'jem shumë kërkuese dhe vazhdoj t'jem kërkuese në brenda orës takimeve. Jashtë takimeve me të vërtet jam shumë e hapur edhe shumë e lirë me të gjithë fëmijët, por brenda orës du të menaxhoj jashtëzakonisht shumë kujdes, sepse është një grup shumë i madh i fëmijëve, pa çka që ne ndajmë në grupe punën, po kur bëhemi bashkë sikur se mram, njëherë jemi taku në klasë, që të bëhemi bashkë gjithë, që bëjmë renditje, pastaj të nisemi drejt një kolonë e fëmijëve, domethënë kur jemi nis kështu dhe andaj një menaxhim edhe një autoritet në një masë ndikon që puna të shkoj përsëmbari. Përndryshe dil me dalë edhe prej kontrollës nëse nuk ke një menaxhim të duhur. Por kjo edhe me përvojë është arrit, edhe duke pas dashurinë e madhe për punën me fëmijët, edhe një përvojë të gjatë, sepse që nga 2025, bon 2025, 20 vite përvojë punë me fëmijët, nuk është që kjo nuk ja ka marrë dorën, ja ka marrë dorën edhe di deri ku, deri në çfarë mase me lënë me tepru fëmijën. Je strikte, je rapt? Ndonjëherë po. Ose është e pamundshme nëse nuk bëhem strikte, atëherë nuk menaxhohet si duhet puna. Jo rastisht e përmenda, një numër i madh fëmijëve duhet një autoritet në një masë të ushtrohet i pedagogut që mund të ketë një vijshmëri, një rend, edhe të shkojë si duhet, kur dalim andaj në skenë, kur thonë si po menaxhohet kur e ke një program, e ke në kokë një ide se si do të shkojë edhe gjatë një orës ora mësimet, edhe pastaj edhe nëse kemi diçka deri në 2 orë, si do të menaxhohet deri në 2 orë, gjithë pjesa që ne përgatitemi. Andaj kjo e bën më së miri e përvoja e gjatë, dalja shpesh skenike, sepse dihet që kohë fëmijëve o Karina mos them brenda tani as 10 ditë ka, kemi pas gjithto dalje skenike të panumërta, sa ne kishim edhe turneu tani në Shqipëri, brenda ditës kemi pas 2 koncerte, një në Kruj, pastaj mbasdite në Durrës, që nuk ka qenë as pak e lehtë, edhe brenda 3 ditësh 4 koncerte në Shqipëri, udhëtim koncert, vetëm me dalje të shpeshta fëmijët do të thonë fitojnë eksperiencën edhe dinë se si të funksionojnë. Kjo i bën fëmijëve shumë mirë, dalja shpesh skenike, i rrit me disa obligime ata t'i kenë vetë i marrin përsipër, ta menaxhojnë kohën më mirë, ata kur din që kanë një obligim pas dite, ata më mirë e menaxhojnë ditën, edhe din që do të jenë edhe të pushueshëm edhe për performanca, andaj gjitha këto janë më të dobishme për fëmijën. E flas në rrafsh më të gjerë tani, po flas se sa indikon muzika dhe përgatitja skenike, gjitha këto që ka ndodhen tek fëmijët që janë pjesë e korit Okarina ose koreve të tjera. Ata janë si një ushtri, e ka një rend, një përgatitje editore, diçka shkon me një orar të caktuar. Andaj, duke shku, duke u rrit, duke marrë formë, se cili e kupton më mirë dhe se cili e vlerëson më mirë gjithë këtë punë. A si janë bisedat familjen tuaj? Një familje artistësh, duke njësë nga babaja juaj, regjisori njohur Fadil Hysaj, tu t'je përmendet që dhe vllau miret me filmin, pjesën e muzikës, pjesën e po ashtu nga ana e artit. Edhe Janina, si janë bisedat në familjen tuaj, janë gjithmonë për punë? Kohëve të fundet janë veç për korin Okarina. Apo?
Duke se Likona flet për fëmijët, gjithkohë. Dhe i kemi thonë, është e mundën në i herë nëse vjenë dhe mos me folë për korin o Karin. Jo, po veja i gore, po gëgja shpesh Flitet. Po do në 3 fëmijë kam. Edhe të 3 janë pjesë e korit. Ata deshtë ata kanë me bo bisedën edhe na lidhet çdo gjë, mandej. Lidhet edhe me nipat të pjesë. Po, krejt familja jemi të inkuadrume. Po, gëgja shumë flitet për korin, se ka material për me u folë. Sa herë vjen kona, thëta, më ka thirë të ky koncert, kom thire për këto edhe. Po, kemi ftesa. Po, përveç kësaj, normalisht flitet edhe për krejt punë që na ofrohen edhe na gjithë kohës jemi të e pyet një tjetrin, a ja vlen, a me shku, a mos me shku, a me bo këta, jo, qysh ka me dalun para publikut nëse e marrë këtë punë, ose a ka me ndiku në karriera, apo jo. Gjithë kohës jemi të kërku aprovim prej njëri tjetrit. Po, kush kërkon ndihmë shumë nga njëri tjetri? Ka për Likona. Kërkoj ndihmë se kemi më shpesh ngjarjet edhe jo, me të vërtetë kur ishte koncerti Ka galla. më shumë staf me vete. Po, patjetër. Mu sidomos aty gjithmonë. Tani edhe në udhtim, do më thonë, e besova plotësisht edhe i thash duhesh më ardhë me mua, me ndihmu për udhtimin që kishim në Shqipëri. Por që kur kemi ngjarje të mëdha, për shembull që ishte gala koncerti në dhjetor, kur e mbyllëm 10 dhjetorin e Okarinës, një koncert i madh, sa do të marrësh ekip për jashtë, ndryshe njeh pjesa familjes, krejt çka të mundon, edhe çka ty do të më të dalë ndihmë. Çdo gjë, do të thonë çka ka qenë brapa skenë, çdo gjë çka është dashur që ka mujtur me haru Jerina dhe Ujkani nuk kanë haru, ose Ujkani është gjendë për shembull për pjesën e se si me qenë në aspektin vizual, në aspektin me qenë gjithçka me, do të thonë këtë pjesën në ekran teknologjisë nuk jam marrë as pak me atë pjesën, është marrë Ujkani krejtësisht, do të thënë kemi pasur një farë mënyre detyrat edhe të ndame, po Ujkani vllau, regjisor që është i filmit, dhe mbrapa skenë Jerinas bashku me asistentën e skenografës, pas edhe me asistentën time, që kanë punu gjithkohës mbrapa skenë, por që një koordinim duhet me shku në një mënyrë kur dikush ka qenë në shtëpi, është zi ai muhabet gjatë, edhe e njeh se çka mund të më ndodhë nëse s'ka shku mirë, se si me marr masa mos me u kuptu që ka ndodhur një gabim, ose me marr masa shumë të shpejta me ardh tjetri numër, ose çfarë do që të ndodhë, ndryshe është kur një ekip rinë gjatë bashkë, edhe bashkë bisedojnë. Ne kemi një gjatë tillë na ndodh shpesh, që përmend Jerina, bëhet shumë shpesh biseda për Okarinën. Është mirë kur ne kemi biseda të tilla, kemi biseda për film, analizojmë filmat, analizojmë detajet prapa skenat, çdo gjë që kanë lidhje me profesionin me të vërtet analizojmë gjatë. Mandej edhe soundtrack shumë shpesh flasim, analizojmë ndonjë filmit, si kolona zanore, çka ka mujt me ndodh, pse ka ardhur si pasojë të shkafit, kështu. Duke që të bëhet anomali e profesionit me shiku asnjë film ose të paktën një shfaqje se diçka nuk mundesh me shiku në mal pa analizuar ndoshta pjesën e realizimit, montazhit, skenës. Defekti profesionit. Ndonjëherë po më mbyt kjo ndjenjë, që nuk po mrim manjerë me u kënaq, veç me u kënaq, me përjetu nga fillimi deri në fund, pa i pa këtu prapa skenat, po që është pjesë e profesionit, edhe mendoj që ne arrim më shumë kur shohim këto prapa skenat edhe ndodhit të një ashtu, rritemi më mirë, rritemi profesionalisht po flas. Edhe dim se çfarë në rastin tjetër çka tu të kemi parasysh. Edhe nga gabimet dhe tonat, edhe nga gabimet të tjerëve, kur hasim që i shofim edhe i vrejmë, që nuk është dashur është ta me ndodhë, por edhe që neve edhe ka mujtë me ndodhë dhe ne. Andaj, jo çdo gjë është gjithë shka e përkryer, edhe unë mendoj që çdo herë mirë që s'është e përkryer, se të lënë një arsye më tepër, për me pas projektin tjetër, ma kujdes, edhe me ditë se çka me marë parasysh, si me qenë edhe më të organizuar. Jerina jemi më e vogla e familjes? Po. Edhe si ka qenë Elikona si motër e madhe. Njëjtën kohë edhe një mësuese strikte. Po, na kemi pak diferencë në moshë, kështu që Më duket që po e shoh vetëm me motrën time. Për mu ka qenë shumë mirë se lastumja e familjes edhe krejt janë kujdes tepër shumë për mu. Sidomos unë Elikonën e kam mamin e dytë me një farë forme, përveç motrës e kam edhe si mam.
se çdo hap që e kom marrë, gjithmonë jam këshillu mas pari me ta. E kemi një lidhje shumë të fortë që Ka një nana të xhelozon. Se shumë ma shumë, normalisht, kom sekrete, hapna ma shumë me motrën, po gjithmonë edhe kjo e ka botnitin se me mu. Edhe pse kemi pas diferencën mosh, nuk është që ata është motra e vogël, jo, s'pi tregoj, po e kemi pas qatë lidhje, gjithë kemi qenë shumë të hapuna me nga tjetrën, edhe jem rrit me një ambient shumë dashtën, fokuse gjithmonë aty. Ja kam prish punë në njëherë planet, familjes këtyne të mdhejve, po qa me vo. Ta shpja këthej. Konsideruat. Ta shpja ndihmoj Po, shumë. ndihmoj me pjetë, me një patë edhe më besën. Ato që ka tha Jerina, ato sekrete, tani unë e presë që me ndo vajza ime madhja, se është bo me u lidhë shumë me Jerinën. Edhe dikon, unë jam mase sigur tani, sepse ajo ma mirë është kur portën e pare ka tezën, edhe kuptoj se ma mirë është kështu të funksionojmë, ajo është për mua një sigurime e madhe Jerina ndaj vajzës time tani, se sa ajo të mundët me i besu dikuj tjetër, pa e hap zemrën njerë me Jerinën, edhe me mua sigurisht. Unë mendoj që një kontrol, mos ta them, por një mbikëqyrje dhe edhe nga Jerina ndaj vajzave të mia tash është shumë ma mirë se sa vetëm mbikëqyrja vetëm e imja ndaj tyre, se kanë gjithmonë atë idenë që me mamin prap mund është ta mos me i bisedu disa situata, andaj unë ndjem shumë mirë, shumë rehat, mbi gjitha për pjekurin e Jerinës, ta them tash kështu, sepse i përket sidomos, edhe është një, prapë është një moshë e re, por për pjekurin që ka, për moshën që ka, kjo është më pjekur se vetë gjenerata e saj, edhe ndoshta për ndodhit, ndoshta për rritjen e saj që ka pas, gjithë kemi qenë brezi rritun, edhe Jerina është rrit e vetëmja fëmijë i vogël në shtëpi dhe është pjek para kohës. Edhe në aspektin profesional, gjithmonë këshillohemi sepse i besoj shumë shijes Jerinës, edhe e përkraj plotësisht edhe mendimin e saj, kur kjo është ajo syri i tret i imi, edhe unë i besoj plotësisht edhe jam gjithë shka që tha Jerina, unë mas pari i dërgoj Jerina, si po duket, që ka po mendon, edhe keme një kombinim jashtëzakonisht mirë, edhe unë mendoj që një familje kur funksionojnë kështu, është në të mirën për çdo aspekt. Edhe në rritjen e fëmijëve të mi, unë po shoh që është një harmoni jashtëzakonisht e madhe, ose rrin, du me shku shpejt, du pa tjetër. Unë jam shumë e lumtur që jetojmë në një qytet, se shumë familje ndoshta se kanë fatin të tillë, por unë jam shumë e lumtur që fëmijët e mi rriten pranë familjes time dhe familjes së burrit, kur gëzojnë momente së bashku, ndjehen të sigurt, ndjehen të plotësuar, andaj kjo është një pasuri në vete. Më shumë shpesh i thom Jerinës, nëse s'kishe ardhur një ti, nuk e di na kishim qenë shumë të varfër si familje, do të thonë shpirtërisht, po flas. Kjo e ka plotësu familjen edhe unë jam e gatshme çdo gjë me bë për Jerinën. Është me të vërtet një pikë e doftë në familjen tonë dhe ende shofim pak si të vogël, s'mundem me pak të moshën që ka arrit, po ende shofim pak të vogël e kemi një kështu debulesë që thojnë në vete këta, thjesht. Po për fëmijët ke vendos për mende që të tre janë pjesë e Kurit Okanina, ke vendos vetë, apo ka qenë dëshirën e tyre me u përfshi edhe me nisë këtë rrugë të bashku me ju? Të tret kanë jashtëzakonisht talent në muzikë, e kanë trashëguar nga të dy prindrit, më thonë nga unë dhe burri, mendimi sepse ai këndon, edhe këndon shumë bukur. Andaj jam shumë e lumtur që të tret kanë trashëguar talentin. Është shumë mirë që ata të merren me këtë aktivitet, i ndihmon atyre për jetë. Ata po rrethon tani me ngjarje të shumta dhe janë të ndryshe shpirtërisht të ndihen. Dihet që muzika ata i fisnikrani, i përmbush shpirtërisht, lodhën ndonjëherë, por ata me të vërtet janë të plotësuar dhe kjo më bën mua të ndihem edhe nanë shumë e lumtur, përpos që si pedagoge,
edhe shumë shpesh i kam bo vetës pyetjen ku nëse s'kisha qenë, ku do të i dërgoja, jo pse s'besoj që ka kore të tjera, por unë e di me sa mund, me sa shpirt po merrem me atë fushë dhe bëj më të mirën për ata fëmijë dhe unë jam e lumtur që të 3 fëmijët e mi janë pjesë e këtij grupi edhe janë edhe dua të jenë shembull aty, se fëmijët e tjerë mund ta ndjekën edhe shembullin siç duhet, se dinë që kanë 3 fëmijë të mësuesës aty dhe ata shumë shpesh thonë jeni një pasqyrë edhe punës sonë, andaj ata kanë edhe një barë më shumë tani, se janë edhe fëmijët e mësuesës. Edhe kur nuk guxojnë më shumë kujdes. Unë ndjem ndjem të vërtet shumë e lumtur tani ata do ta vendosin të ardhmen vet, ata do të merren me muzikën apo jo, por kur ta ke një bazë në fëmijëri të hershme, atyre do të ndikoj jashtëzakonisht në të ardhmen të dinë të vendosin vet. Se çka, se sido që të jetë skena i pjek më herët, i bën ta kenë vetë përgjithshëm, vetbesimi rritet, guximi shumë, ata në guxim shumë tani edhe në fushat e tjera në shkollë. Shoh edhe komente nga prindrit që tregojnë për fëmijët e tyre, për arritjet e tyre edhe në shkollë, që i kanë ndikuar jashtëzakonisht kori, që të ndjehen çlirum edhe me shpreh ato ndjenjen e vet, ndjenjen që kanë brenda, guximi i të rritet edhe janë më të gatshëm në shkollë edhe në fusha të tjera. Elikona, Janina, ishte kënaqësi që sot ju pata së bashku. Apo të shënoj shumë shëndet pikë spane, edhe po ashtu shumë suksese në punën e juaj. Ju presim padyshim për projekte tjera. Faleminderit shumë, kënaqësi.